të sulmonin shpesh herë edhe për raportin tënd me Oltën, që ajo nuk të mbështet ty, e tjej shumë situata me rrallë. Po, këto ishin makinacionet e Rozanës që tentoi gjithë kohës, sikur se Rozana e bëri lojën e saj me informacione nga jashtë. Ishte edhe një makinacion i saj që ishte përdorimi i emrit të motrës time brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe përkundrazi një përdorim i keq dhe jo i mirë, por që përgjigjen e mori nga ime motrë kur erdhi brenda shtëpisë. Të pyes vetëm për faktin që publiku është shumë kurioz dhe do të të dinim si ka qenë raporti juaj përpara se të hyjen në atë shtëpi dhe sot tani që ke dalë. Ka ndryshuar diçka? Unë nuk e kuptoj pse është bërë kaq e madhe një gjë që unë nuk di që të midis motrave, vlezërve apo familjarve, çfarëdo lloj gjëje që të ndodhi, të mbetet një hendek apo të ketë hatërmbetje. Çdo gjë që ne diskutojmë me njëra tjetrën, neve i lëm pas. Dhe besoj që gjitha familjet shqiptare kanë këtë. Nuk jam unë e para dhe as e fundit, dhe nuk e kuptoj pse bëhet kjo gjëja kaq e madhe. Nëse unë pyes tani publiku, nëse jeni zënë ndonjëherë me motrat apo me vlezrit tuaj, mendoj që të gjithë do thonë po, askush nuk thot jo. Kështu që boll më me këtë muhabet, se më ka ardhur një vaj të hundës. E njëjta gjë gjithmonë. Nuk ka më kuptim kjo bisedë. Do me thënë, përsa ko, motra ime erdhi brenda shtëpisë. Shiko, janë pyetje, Fanklubi reflekton vetëm komentet dhe kuriozitetet e publikut, asgjë më shumë. E kuptoj. Ishte e rëndësishme që ti t'i vije kapakun. Kapakun ja vuri motra ime kur erdhi aty brenda. Unë kështu e kam parë. Kurioziteti vazhdon, ky është publiku, këto janë videat. Atëre, Loredana, sot je pak e heshtur, besoj edhe për shkak të asaj që ndodhi pak ditë më parë, klipi jot fatkeqësisht nuk u transmetua, gjithë momentet çastet e tua më të bukura brenda asaj shtëpie do t'i transmetojmë ne sonte këtu në Fan Club. Shumë faleminderit. Unë jam Loredana Brati. Ju futa me një frikë të papar. Kalova nga një lori shumë e trembur dhe një lori që she doesn't care. Për mua jenë të gjithë të atarë dhe besprema. Gjithë po besh kopja ime. Po është budalla, po të mama thonë ndryshe. S'keni para zja. Sa herë do të bëj? Mirë mëngjesi, Shqipëri e bukur. Po pse vërtet se këtu më kjo bëra? Kalispera. Ajo thot qa do, po qa mendon. Nuk bëndë me mëndje, ajo më ndalon. Ndaç ta pranoj, ndaç që jo. Ëndër, film, mix emocionesh, rrugtimi më i bukur i jetës time. Dhe momente shumë të thjeshta për mua kanë qenë shumë të bukura. Për shembull kur mblidhesh në një me krevat me gocat dhe çuna. Momenti më i vështirë ka qenë kur erdhi babi. Frika, se si po kalonin ata jashtë. Mund të kisha ngjatur se egoiste dhe sikur po i ktheja krahët prindërve të mi. Ta bësh të në styrin e 7 shqiptarëve nuk është e lehtë fare. Jam në mamë zondur, në mëna. Jam shumë krenare që një mënyrë në tjetër unë e kam dalë, e kam kaluar, kam arritur atë që doja. Data 3 mars, për pagitimi në pranverë. Unë do vetëm vjetë klope, okej? Unë nga kos ndele. Unë jam tim ndele. Unë jam tim lopa, gjithmonë. U zë qesh pak! Para nga shvija, më e mirë në Shqipëri! Loredana Brati! Lotë thak! Jam mirënjohëse në Top Channel.
më kap derën.